Aktoria Beren Sat në hetim në kuadër të një operacioni antidrog. Një operacion i gjerë policor i zhvilluar në Stamboll në kuadër të një hetimi për narkotik ka çuar në ndalimin e 22 personave, mes të cilëve dhe aktoria e njohur turke Beren Sat, bashkëshorti i saj Kenan Dogulusi dhe influencuesi Kerim Kan Durmaz. Sipas raportimeve të Anadolu Agency, hetimi po zhvillohet nga zyra e krye prokurorit publik të Stambollit për hetimet e kontrabandës narkotikëve dhe krimit ekonomik. Autoritetet po hetojnë dyshimet për veprat penale që lidhen me posedimin e substancave narkotike ose simuluese për përdorim personal dhe lehtësimin e përdorimit të narkotikëve. Hetimet vijojnë dhe deri më tani nuk janë bërë publike detajet të tjera mbi përfshirjen individuale të dyshuarve. Pas ndarjes, autoritetet turke nuk kanë dhënë ende një deklaratë përfundimtare mbi çështjen, ndërsa hetimi mbetet në zhvillim.